Ka disa fraza që në pamje të parë mund të duken të pafajshme, madje edhe të ëmbla, por pas këtyre fjalëve mund të fshihen qëllime manipuluese, mungesë përgjegjësie emocionale dhe një rezistencë e rrezikshme ndaj rritjes personale. Dhe kur një grua injoron këto shenja, rrezikon të bjerë në marrëdhënie që ia shterojnë energjinë, ia mjegullojnë gjykimin dhe e shkëputin nga fuqia e saj e brendshme. Carl Jung, psikologu i njohur zviceran, fliste për hijen e pavetëdijshme, një pjesë e thellë e psikikës ku ne i fshehim tiparet që i mohojmë tek vetja dhe shpesh i projektojmë të tjerët. Në marrëdhënie, pikërisht aty marrin rënje modele toksike. Prandaj, njohja e fjalëve që i zbulojnë këto sjellje në fazat e hershme është thelbësore për të shmangur dëmet afatgjata. Në këtë video do të tregoj 5 fraza që nëse i dëgjon nga një burr duhet të ndezin alarmin, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për shmangjen e konfliktit, kjo do të ishte sipërfaqësore. Bëhet fjalë për të kuptuar që ndonjëherë, pas një bisede që duket normale, po luhet një lojë psikologjike, një që mund të kushtoj paqen emocionale dhe vetë kontrollin. Seneca ka thënë, nuk është se kemi pak kohë për të jetuar, por se shpërdorojmë shumë prej saj. Dhe shpesh, ne e shpërdorojmë me njerëz që nuk e meritojnë. Prandaj, dëgjo me kujdes, sepse secila nga këto fraza fsheh një rënje më të thellë dhe më të rrezikshme. Ti injorosh ato mund të çojë në një marrëdhënie shtëruese ku humb përqendrimin, vetvlerësimin dhe, më e rëndësishmja, lidhjen me veten. Dhe beso, asnjë grua që e respekton veten, që ka punuar për paqen dhe disiplinën e saj, nuk duhet t'i toleroj këto dinamika. Qëndro me mua deri në fund, sepse përveç se do të ndihmoj t'i njohësh këto fraza, do të tregoj edhe si të reagosh me forcë, inteligjencë emocionale dhe pa e humbur qendrën tënde. Le të fillojmë. Duhet të më pranosh ashtu siç jam. Në fillim mund të tingëlloj si një shprehje autenticiteti, madje edhe e ndjeshmërisë, por bëj kujdes. Kur një burr e përdor këtë fjali për të justifikuar sjellje të dëmshme, ajo kthehet në një nga shenjat më të zakonshme dhe më të rrezikshme. Carl Jung na mësoi se vetnjohja është fillimi i gjithë urtësisë, por ai gjithashtu theksoi rritja e vërtetë fillon kur ndalojmë së dhëni justifikime dhe fillojmë të integrojmë hijen tonë. Kur dikush fshihet pas, kështu jam unë për të shmangur ndryshimin, nuk ke të bësh me një njeri autentik, por me dikë që refuzon të evoluoj. Kjo frazë zakonisht shfaqet pasi ti ke vënë re sjellje shqetësuese, manipulim emocional, shmangje të përgjegjësisë apo veprime pasiv-agresive. Dhe më e keqja, kur përpiqesh të flasësh për këtë, ai luan viktimën ose të fajson për përpjekjen për ta ndryshuar. Por ja e vërteta, pranimi i dikujt nuk do të thotë të tolerosh të papranueshmen. Autenticiteti i vërtet nuk është të qëndrosh njësoj, por të kesh guximin të rritesh. Siç tha Marcus Aurelius, filozofi stoik, përsosmëria e karakterit është të jetosh çdo ditë sikur të ishte e fundit, pa dembeli, pa shtirje. Një grua e vetëdijshme, e përkushtuar ndaj rritjes së saj, nuk duhet të mbajë barrën e një burri që refuzon të rritet. Të jesh në një marrëdhënie të tillë është njësoj si të lundrosh me varg vetëm, ndërsa ai nuk hyn fare brenda. Pranimi i kësaj fraze pa e vënë në dyshim të dënon me të ardhme plot justifikime, premtime të thyra dhe një dinamik ku ti bën gjithë punën emocionale. Mos harro, edhe stoikët besonin se mjedisi ynë ndikon në zhvillimin ton. Dhe nëse personi me të cilin ndan jetën nuk të ndihmon të rritesh, atëherë të pengon. Kështu që herën tjetër që dëgjon këtë frazë, mos u mashtroni nga thellësia që mund të tingëllojë. Pyet veten a është vërtet i gatshëm të shikojë brenda vetes, apo është thjesht një justifikim i sofistikuar për të shmangur ndryshimin, sepse nëse fjalët e tij fshehin rezistencë të vazhdueshme ndaj rritjes, mohimin e përgjegjësisë dhe një qëndrim mbrojtës ndaj përmirësimit, po përballesh me një model që do të përkeqësohet me kalimin e kohës. Dhe pikërisht aty bëhet serioze. Pranimi i kësaj fraze është vetëm fillimi. Pas saj vijnë sjellje të tjera të fshehta por shkatërruese.
do të e gjesh veten pak nga pak të bllokuar në një dinamik ku ti je ajo që përshtatet, sakrifikon dhe liron hapësirë, ndërsa ai mbetet po ai. Të mbrosh paqen tënde nuk është egoizëm, është kujdes për veten. Nuk je këtu për të shpëtuar askën. Je këtu për të ndarë jetën me dikë që gjithashtu dëshiron të rritet, që i njeh mangësitë e tij dhe ka guximin të punojë për to, siç bën edhe ti çdo ditë. Dikush që nuk dëshiron të ndryshojë, nuk ndalon vetëm rritjen e tij, por edhe tënden. Qëndro e vërtet ndaj vlerave të tua dhe vepro me integritet, edhe kur emocionet të luten të qëndrosh. Sepse ajo që vjen më pas është edhe më delikate. Të gjitha ishat e mia ishin të çmendura, toksike. Kur një burr e thot këtë, në fillim mund të duket sikur po shfryhet për marrëdhëniet e kaluara, por mos u mashtro. Pas këtyre fjalëve fshihet një model shumë më i errët, një shenjë e qartë e viktimizmit, papjekurisë emocionale dhe projektimit. Sipas filozofisë stoike, rritja e vërtet personale fillon me vetë ekzaminim të ndershëm. Epikteti e tha qartë, nuk janë ngjarjet që na shqetësojnë, por interpretimi ynë për to. Pra, nëse një burr gjithmonë fajson ishat për gjithçka që ka shkuar keq dhe asnjëherë nuk reflekton mbi rolin e vet në konflikt, ka shumë gjasa që ai po shmang përballjen me veten. Këtu hyn psikologjia e thellë. Jung na mësoi se ajo që nuk e bëjmë të vetëdijshme na kontrollon nga hijet, dhe shpesh burrat që flasin keq për të gjitha ishat e tyre, në të vërtetë po projektojnë mangësitë e tyre të pasgjidhura. Kjo frazë zbulon një mendësi të rrezikshme, atë të viktimës kronike. Njerëzit që përsërisin këtë narrativ, rrallëherë marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. Në vend të kësaj, riciklojnë fajin, dramatizojnë të kaluarën dhe në mënyrë të pavetëdijshme presin që ti të bëhesh ajo e vetmja që nuk do ta zhgënjej. Por bëj kujdes, askush nuk i shpëton hijes së vet nëse nuk është i gatshëm ta përballet. Pyetja e vërtetë është, a është me të vërtetë e mundur që të gjitha ishat e tij të kenë qenë toksike? Apo ndoshta ekziston një model që ai refuzon ta pranojë? Një grua e vetëdijshme që e njeh vlerën e vet dhe ka mësuar të mos e tradhtojë veten, duhet ta bëjë këtë pyetje seriozisht. Jung tha, ajo që mohojmë na nënshtrohet. Dhe të jesh me dikë që nuk e njeh përgjegjësinë emocionale është njësoj si të ndërtosh një shtëpi mbi rër. Nuk ka rëndësi sa shumë përpiqesh të ndërtosh një marrëdhënie të shëndetshme, ai do të vazhdojë të sillet sipas të njëjtit skenar të pavetëdijshëm. Dhe pjesa më e keqe, më herët apo më vonë, historia që ai tregon për ishat e tij do të tregohet për ty, sepse dikush që ka nevojë të luajë rolin e viktimës, gjithmonë do të gjejë dikë tjetër për ta fajsuar. Të jesh në një marrëdhënie të tillë është si të lundrosh me një barkë që ka rrjedhje. Sa do dashuri të derdhësh në të, ajo gjithmonë do të fundoset. Këtu bëhet thelbësore disiplina emocionale. Shiko përtej fjalëve. Pyet veten a ka folur ndonjëherë për gabimet që ka bërë në marrëdhëniet e kaluara, apo historia e tij është vetëm për atë që i kanë bërë atij. Nëse kur më parë nuk ka marrë përgjegjësi, pse do ta bënte tani? Mos harro, nuk është roli yt të jesh terapeute e askujt. Nuk je këtu për të rregulluar burra të thyrë që nuk duan të shërohen. Je këtu për të ndarë udhëtimin tënd me dikë që ecën pranë teje, jo dikë që të tërheq brenda botës së tij të pashëruar. Dhe duke folur për manipulim emocional, ka një frazë që duhet ta njohësh që në fillim, sepse ndonse mund të tingëllojë si një deklaratë dashurie, në të vërtetë është një kurth emocional shumë i rrezikshëm. Nëse me do vërtet do të bësh atë që të kërkoj. Kjo është një nga format më të fshehta dhe më të dëmshme të shantazhit emocional. Në pamje të parë mund të duket si një kërkesë e sinqertë, një mënyrë për të shprehur nevoja, por nëse e shikon më nga afër, pas saj fshihet presion manipulues që përdor ndjenjën tënde të dashurisë për të fituar kontroll. Stoikët besonin se dashuria e vërtet nuk mund të imponohet, ajo duhet të zgjidhet. Duhet të ndërtohet mbi liri, admirim të ndërsjellë dhe respekt, jo mbi faj apo detyrim. Epikteti ka thënë, askush nuk mund të sklavërojë emocionalisht, përveç nëse e lejon vetë.
Dhe kjo frazë është e krijuar pikërisht për të kthyer dashurinë në mjet kontrolli. Edhe Carl Jung ka folur për këtë dinamik në kuadrin e pushtetit. Në studimet e tij për hijen, ai theksonte se marrëdhëniet e pabalancuara shpesh fillojnë kur një person projekton pasigurinë dhe nevojën për kontroll nën maskën e dashurisë. Dhe fraza të tilla janë shembuj të qartë. Kur një burr ta thot këtë, ai po vizaton një vit të padukshme që kushtozon dashurinë tënde. Në thelb, ai po të thot vetëm nëse bën atë që dua unë, e meriton dashurinë time. Kjo nuk është dashuri, është manipulim emocional i maskuar. Një grua emocionalisht e pjekur duhet të ketë qartësinë për të dalluar mes një kërkese të shëndetshme dhe një shtrëngimi të fshehur. Sepse të dorëzohesh përballë një fraze të tillë mund të duket si një akt dashurie në moment, por me kalimin e kohës, ti fillon të humbasësh pjesë të vetvetes, autenticitetin tënd, kufit e tu, fuqinë tënde personale. Dhe pjesa më e rrezikshme, sa më shumë që jep, aq më shumë rriten kërkesat. Fillimisht është thjesht një provë dashurie. Pastaj kthehet në një rutinë të nënshtrimit emocional. Dhe përfundimisht nuk je më e sigurt nëse po vepron nga dashuria, apo nga frika për ta humbur atë. Këto lloj frazash nuk ndërtojnë marrëdhënie, ato i shkatërrojnë ngadalë. Prandaj, nëse e gjen veten në një bisedë ku dikush të bën të ndihesh fajtore për vendosjen e kufive, për mbrojtjen e kohës tënde, zërit tënd apo mënyrës së të menduarit, ndalu. Ke të bësh me dikë që e ngatëron dashurinë me zotërim. Nuk je këtu për të kënaqur askënd në kurriz të vetes. Je këtu për të ndërtuar një marrëdhënie ku mund të rritesh, të shprehesh dhe të jesh vetja, pa kushte. Kur një burr thotë nëse më do me të vërtet, do të bësh atë që të kërkoj, ai nuk po vën në pikpyetje ndjenjat e tua, ai po sulmon karakterin tënd. Kjo frazë nuk kërkon mirëkuptim apo lidhje, kërkon kontroll. Është një përpjekje e maskuar për të shkelur vullnetin tënd përmes fajit, për të zhdukur kufit e tu personal dhe për të imponuar të tij. Carl Jung ka thënë se dashuria e vërtet nuk është as zotëruese dhe as manipuluese, ajo është një akt i vetëdijshëm lirie të ndarë. Dhe filozofia stoike e përforcon këtë duke na mësuar se dashuria e shëndetshme nuk bazohet në nënshtrim, por në respekt të ndërsjellë. Nëse dashuria bëhet mjet shantazhi, atëherë nuk është më dashuri, është pushtet i maskuar si ndjeshmëri. Të dorëzohesh përballë këtij lloji shantazhi emocional, jo vetëm që e gërryen vetë disiplinën tënde, por lë plagë të thella në vetë vlerësimin tënd. Një grua që ka punuar me veten, që e njeh vlerën e saj dhe që vlerëson të vërtetën e saj të brendshme, nuk duhet të tradhtojë atë që di se është e drejtë, vetëm për të shmangur konfliktin. Sepse çdo herë që dorëzohesh kundër vullnetit tënd, largohesh gjithnjë e më shumë nga ajo që je vërtet. Dhe pjesa më e rrezikshme, nëse e lejon një herë, taktika do të përsëritet. Fillimisht është një kërkesë e vogël, pastaj një kërkesë më e madhe, dhe një ditë, pa e kuptuar, po jeton sipas dëshirave të dikujt tjetër në vend që të jesh personazhi kryesor në jetën tënde. Përgjigja, ashtu siç do të thoshte çdo stoik, apo ndjekës i mësimeve të Jungut, është e thjeshtë, por e fuqishme qëndro e palkundur në qendrën tënde. Vepro sipas parimeve të tua, jo dëshirave kalimtare të dikujt që nuk i respekton kufit e tu. Sepse dikush që të do me të vërtet, nuk ka nevojë të të fajsoj për të marrë atë që do. Ai të dëgjon, të kupton dhe, edhe kur nuk pajtohet, të respekton. Është shumë më mirë të përballesh me një bisedë të pakëndshme, por të ndershme, sesa të jetosh ditë pas dite me ndjenjen që ke humbur lirinë tënde emocionale. Nuk ke pse jep shpjegime të pafundme apo të justifikosh vendimet e tua përballë një njeriu që përdor fajin si armë nën maskën e dashurisë. Sepse një grua e mençur e kupton se jo të gjitha betejat vlen të luftohen, dhe ato që synojnë të thyejnë vullnetin tënd, nuk vlen as të nisin. Dhe duke folur për manipulim emocional, ekziston një frazë edhe më gërryese, e fshehtë, por mizore. Ti nuk je e mjaftueshme për mua. Ti dëgjosh këto fjalë nga dikush që pretendon se të do mund të jetë shkatërruese. Është një frazë që nuk të lëndon thjesht,
por përpiqet të shkatërrojë vetë vlerësimin që nga rënjët. Nuk është vetëm kritik, është një sulm i drejt për drejt ndaj identitetit tënd, vlerës tënde, thelbit tënd. Carl Jung shpjegonte se shumë njerëz projektojnë pa kënaqësinë e tyre të brendshme tek të tjerët, dhe kjo frazë është një projektim i pastër. Kur një burr të thotë se nuk je e mjaftueshme, në të vërtetë ai nuk po flet për ty. Po flet për boshllëkun e tij të brendshëm, për pritshmëritë e tij të shtrembëruara dhe për nevojën e tij të vazhdueshme për kontroll. Ai po përpiqet të bëjë të ndihesh e vogël, që të bëhesh e varur nga aprovimi i tij. Filozofia stoike na kujton se vlera jonë e vërtet nuk varet nga gjykimet e të tjerëve, por nga virtyti ynë, veprimet tona dhe koherenca jonë e brendshme. Marcus Aurelius e tha qartë, mos lejo që shpirti i një burri tjetër të sundojë mbi ty. Dhe pikërisht këtë përpiqet të bëjë kjo frazë, të sundojë përmes pasigurisë. Dikush që të krahason, të nënvlerëson apo sugjeron që nuk je e mjaftueshme, në të vërtetë po përpiqet të shtyjë të përpiqesh më shumë, jo nga dashuria, por për të fituar miratimin e tij. Dhe në atë lojë gjithmonë do të humbasësh, sepse rregullat vazhdojnë të ndryshojnë. Sot nuk je e mjaftueshme për një arsye, nesër për një tjetër, dhe përfundimisht mbetesh e raskapitur, duke vënë në dyshim gjëra që dikur i dije me siguri. Një grua e vetëdijshme nuk lyp dashuri, as nuk ndjen nevojën të dëshmojë vlerën e saj dikujt. Nuk je këtu për t'u përshtatur me pritshmëri që ndryshojnë vazhdimisht. Je këtu për të ndarë jetën me dikë që të vlerëson ashtu siç je dhe që frymëzon rritjen tënde, jo dyshimet ndaj vetes. Prandaj, nëse ndonjëherë dëgjon këtë frazë, ndalu, merr frymë dhe kujtohu kush je. Mos bjerë në kurthin e besimit se duhet të jesh më shumë për dikë që nuk arrin të shohë gjithçka që ti tashmë je. Ajo pasiguri nuk është e jotja, është e tij. Siç ka thënë Jung, nuk mund t'ia tregosh dritën tënde dikujt që është i përqendruar vetëm te hijet e veta. Dhe siç do të thoshte çdo stoik, paqja jote vlen më shumë se sa çdo përpjekje për t'u futur në formën e dikujt tjetër. Miratimi i jashtëm është i paqëndrueshëm dhe shpesh i vetë interesuar. Vetbesimi i vërtet lind kur një grua mëson të vlerësoj veten, t'i besoj intuitës së saj dhe të jetoj sipas vlerave të veta. Nuk ka gabim më të madh se sa të lejosh dikë, sidomos një burr që përdor pasiguritë e tua kundër teje, të përcaktojë vlerën tënde. Kur një burr të thotë se nuk je e mjaftueshme për të, ai nuk po të thotë të vërtetën. Ai po projekton boshllokun e vet, egon e fryrë dhe nevojën për kontroll. Kjo frazë nuk kërkon të vërtetën, ajo përpiqet ta nënshtrojë mendjen dhe vetvlerësimin tënd ndaj gjykimeve të tij. Dhe për ta thënë qartë, ajo gjykim gjithmonë do të jetë i padrejtë. Carl Jung ka shpjeguar se ajo që nuk e bëjmë të vetëdijshme, bëhet fati ynë. Dhe nëse nuk i kap këto lloj komentesh që në fillim, mund ta gjesh veten të bllokuar në një marrëdhënie ku gjithmonë po përpiqesh të vërtetosh vlerën tënde. Dhe në atë përpjekje, harron kush je. Edhe stoikët na mësojnë se asnjë mendim i jashtëm nuk ka fuqi mbi ty, përveç nëse ja jep vetë. Marcus Aurelius e tha fuqishëm, mos lejo që shpirti i dikujt tjetër të sundojë mbi tëndin. Nëse një burr këmbëngul që të ndihesh e papërshtatshme, zgjedhja më e mençur nuk është të qëndrosh dhe të përpiqesh ta bindësh të kundërtën, por të largohesh me dinjitet dhe pa hezitim. Jo nga krenaria, por nga vetë respekti. Disiplina emocionale do të thotë të mos lejosh fjalë bosh të shkatërrojnë atë që ke ndërtuar me aq mund, vetbesimin tënd, qartësinë tënde, lirinë tënde. Siç ka thënë Seneca, fuqia më e madhe është zotërimi i vetes. Dhe ky zotërim fillon pikërisht në momentin kur vendos të mos pranosh thërrime emocionale të maskuara si kritik ndërtuese. Nëse e dëgjon këtë frazë, merr frymë thellë, qëndro drejt dhe kujto problemi nuk është te ti. Është në nevojën e tij për të ndjerë epërsi në kurriz të vetvlerësimit tënd. Largoju me vetdije se vlera jote nuk matet sipas standardeve të askujt, sidomos jo të dikujt që nuk arrin të shohë madhështinë tënde. Dhe tani arrim te fraza e fundit, ndoshta më e rrezikshmja nga të gjitha. Bëj ç'të duash. E thënë me një ton pasiv-agresiv.
Nëse një burr e thot këtë me ironi, ftohtësi apo hidhërim, ai në të vërtetë nuk po të jep liri. Ai po krijon një kurth emocional, duke përpjekur të bëjë të ndihesh fajtore për marrjen e vendimeve të tua. Ai nuk po heq dorë nga kontrolli, ai po e maskon manipulimin si leje. Carl Jung ka folur për mënyrat e fshehta me të cilat njerëzit manipulojnë nga hija e tyre. Kjo frazë është shembulli i përkryer. Ai nuk po thot atë që ndjen realisht, as atë që mendon, por pret që ti ta kuptosh vetë. Dhe nëse nuk e kupton, atëherë vjen faji, drama ose qortimi. Filozofia stoike na mëson se marrëdhëniet e shëndetshme ndërtohen mbi komunikim të qartë dhe të drejtë për drejtë. Seneca e përmblodhi më së miri, folu të tjerëve në mënyrë që fjalët e tua të mos kenë nevojë për përkthim. Kur dikush të flet me enigma apo nënkuptime, nuk po komunikon, ai po manipulon emocionalisht. Këto lloj frazash të vendosin në një gjendje të vazhdueshme pasigurie. Ti përfundon duke u përpjekur të kuptosh, të kënaqësh, të shmangësh reagimet negative, derisa kupton se po jeton sipas emocioneve të tij, jo të tua. Pak nga pak, paqja jote mendore fillon të gërryhet. Një grua që ka zhvilluar inteligjencën emocionale nuk duhet kur të hyjë në këtë lojë. Reagimi më i mirë ndaj frazës "bëj ç'të duash" është të veprosh pikërisht ashtu bëje. Pa frikë, pa shpjegime të panevojshme, pa rënë në rrjetën emocionale të tjetrit. Ky veprim i vetëm thyen ciklin e manipulimit dhe e detyron tjetrin të rritet, të jetë i drejtë për drejtë, ose të qëndrojë i vetëm në heshtjen e tij pasive-agresive, sepse ti nuk je më e disponueshme për lojra emocionale. Si Carl Jung, ashtu edhe stoikët janë dakord që të jetosh me qartësi dhe autenticitet është rruga drejt lirisë së vërtetë. Dhe ajo liri fillon pikërisht në momentin kur ndalon së reaguar dhe fillon të zgjedhësh. Të zgjedhësh fjalët e tua, kufit e tu dhe kujt ia vlen t'i kushtosh energjinë tënde. Të reagosh me qartësi ose të largohesh nga një bisedë e mbushur me dy kuptimësi nuk është ftohtësi, është inteligjencë emocionale. Është mënyra për të thyer ciklin manipulues dhe për të vizatuar një vit të qartë që thotë se nuk do të lejoj askënd të luajë me emocionet e tua. Qëndrimi stoik ndaj këtyre situatave është i thjeshtë dhe i fuqishëm. Mos u përpiq të deshifrosh atë që dikush nuk ka guximin ta thotë drejt për drejt. Dykuptimësia është një mjet kontrolli. Dhe një grua e vetëdijshme, ashtu si një burr stoik, gjithmonë zgjedh qartësinë, qëndrueshmërinë dhe lirinë e brendshme. Qëndro besnike ndaj vendimeve të tua. Vepro me vendosmëri. Dhe kur mos haro një burr që të do me të vërtetë, nuk ka nevojë të manipulojë, të flasë me kode apo të krijojë konfuzion emocional. Dashuria e shëndetshme nuk fshihet pas lojrave, ajo shfaqet me transparencë. Paqja e brendshme ndërtohet kur mendimet, fjalët dhe veprimet e tua janë në harmoni. Dhe siç e pam gjatë këtij materiali, ato fraza që në fillim duken të padëmshme, janë shpesh shenja shumë të qarta paralajmëruese. Shenja që, nëse nuk i njohim në kohë, mund të na çojnë në marrëdhënie që na shterojnë energjinë, fokusin dhe vetë esencën tonë. Filozofia stoike dhe psikologjia e thellë e Carl Jungut naftojnë të shikojmë përtej fjalëve, të dallojmë modelin, jo vetëm momentin. Të mbrojmë stabilitetin emocional me mençuri, sepse nuk bëhet fjalë për të gjykuar të tjerët, por për të ditur kur të largohesh që të mos e tradhtosh veten.